Biznesmeni Rok Gjoka u paraqit këtë të mërkurë në prokurorinë e posaçme SPAK. Kishin kaluar vetëm pak minuta nga ora 9, kur pronari i kompanisë Gjoka Konstruksion kaloi në duke i qetë portën pas të cilës shkojnë të dyshuar për krim të organizuar ose korrupsion. Por pas më shumë se 3 orëve para hetuesve të posaçëm, kur dolin nga SPAK, biznesmeni Rok Gjoka nuk ishte në gjendje të gjente as derën për të dalë nga hapësira e prokurorisë së posaçme. Fillimisht ju drejtua kabinës, nga e cila vetëm mund të futesh në ambientet ku ushtron veprimtarinë prokuroria dhe gjykata e posaçme, pasi kalon në një kontroll fizik. Punonjësi aty e orienton tek dera e hekurt, por biznesmeni, edhe pse e kishte parasysh, ikën disa metra më tutje. Ishte orientimi i gazetarëve dhe operatorëve që i tregoi se si mund të dilten nga oborri i prokurorisë së posaçme, ku pyetjet me të cilat u përball, si duket, e tronditën. Këtu, shtyje këto hekrat përpara. Shtyje këto, aty. Emri i Rok Gjokës dhe kompanisë së tij Gjoka Konstruksion ndër vite është i lidhur me disa procedura prokurimi të kontestuara, pasi ka fituar disa tendera investimesh në infrastrukturën rrugore. Para kamerave biznesmeni Rok Gjoka zgjodhi të heshtë, ndërsa as prokuroria e posaçme nuk sqaroi menjëherë çështjen dhe cilësinë në të cilën si përmarrësi ishte thirrur për t'u marrë në pyetje.